Kryeministri Edi Rama do të dëshmojë në gjykatën e posaçme në cilësinë e ish-kryetarit të Bashkisë së Tiranës për dosjen Partizani. Kërkesa është bërë nga grupi mbrojtës i dy të pandehurve, përkatësisht zotit Sali Berisha dhe dhëndrit e tij Jamar Maltezi. Genc Gjokutaj e ka parë urdhrin e gjykatës për të thirrur kryeministrin, sidomosdoshmëri në një kohë kur ka qenë firma e tij ajo që ka finalizuar ndërtimin e 17 ndërtesave mbi trojat e Partizanit. A mendoni zoti Gjokutaj se thirrja e kryeministrit do të çonte në zbardhjen e së vërtetës? Thirrja e kryeministrit ishte një domosdoshmëri dhe një mungesë e hetimit, pasi prokuroria në hetim ka thirrur Komisionin e kthimit pronave, ka thirrur njerëz që kanë marrë urdhër nga Rama dhe nuk ka thirrur urdhërdhënësin, që është Rama vetë. Një zëri mbrojtja pretendon se Rama, kur ka qenë kryetari i Bashkisë së Tiranës, përpiloi bazën ligjore për ndryshimin e destinacionit të Truallit nga klub sportiv në shesh ndërtimi. Gjatë seancës së mërkurës, prokuroria Angeleta Milonaj, që përfaqëson akuzën e SPAK bashkë me Arben Krajen, kërkuan që seancën e ardhshme të thirret si dëshmitar i parë Tauland Balla si kallëzues i çështjes Partizani. Po ashtu në 30 prill do të merret edhe dëshmia e 6 personave të tjerë, presidenti i klubit të futbollit Partizani, ish drejtori, ish presidenti, drejtoresha e Agjencisë së Pronave në Tiranë dhe një topograf. Ndërkaq, gjykata e shet të pavend thirrjen se dëshmitar të oficerit të policisë gjyqësore Besmir Karanxha, për të cilin mbrojtja kishte sjellë një foto që sipas tyre provon se ai ka qenë i pranishëm në një nga mitingjet e Partisë Socialiste, ndaj kërkesa u rrëzua. Të bashkëpandehur në këtë proces janë ndërtuesi Fatmir Bektashi, që ndërtoi 17 pallatet, Noteria Andja Pustina dhe shoqëritë Home Plan dhe Kontakt.